محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mënduar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet më të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasallam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, sa herë që të përmendim ndonjë udhëzim nga udhëzimet e shpalljes, sa herë që themi kështu ka thonë Zoti xhalla xhelaluhu, kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne me këtë synim që të bëhemi njerëz të mirë. Nga sa Allahu xhallahu ala kërkon nga njerëzit që të jenë të mirë. Prandaj Allahu e ka nderuar njeriu, e ka privilegjuar njeriu nga gjitha krijesat, e ka bërë njeri. Pastaj rrugtimin e mëtutjeshëm duhet vazhduar njeriu me udhëzimet e Allahut që të bëhet njeri i mirë. E njeri i mirë nuk është me pretendim, njeri i mirë nuk është me qefe, me teke, me afërsi, por është me standarde, por është me vepra dhe vlera që ai përfaqëson, me punë që ai bën, me kontributin që ai jep. E nëse nuk është njeri i mirë, çka ndodh? Çka bëhet nëse nuk është njeri i mirë? Bëhet njeri i keq. Edhe për njeriun e keq flet Allahu xhallahu ala, flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu mund të bëhet i keq, madje shumë i keq. Mund të jetë i dëmshëm, madje shumë i dëmshëm. Jo për rrethin, jo për krijesat e tjera, por për llojin e vet. Sot njeriu e dëmton njeriun në përmasa ndoshta të pa imagjinueshme. Çfarë dëmtimi e zullumi ka mundësi me i shkaktu njeriut, mund të habitesh. Nuk mund të paramendosh. Dhe tërë kjo për faktin se ky njeriu bë shumë i keq. Që mos të bëhet kjo çështje lojë mes njerëzve, të hapet mundësia e gjykimit mes njerëzve kush është i mirë e kush është i keq, Allahu ka vendosur rregulla. Përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush është i mirë e kush është i keq. Unë dua të përmend sot disa thënie shkurtimisht të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për njeriu e keq. Jo që na ta gjykojmë dikën, flasim keq për dikën, po për dy arsye. Pse duhet ta njohim kush është i keq? Për dy arsye. Arsyeja e parë që mos të bëhemi të këqij. Do të thotë i keqi i bjen kësaj rruge, mos i bie për ti kësaj rruge. Edhe nëse e shet dikën që i bjen kësaj rruge, ruaj prej tij se është i keq. Ruaj ti për veten tonë se është i keq. Kush është i tillë të ndërgozën? Ka hadithe shumëta ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon kush është njëri i keq, ose kur dikush bëhet njëri i keq. Nga sa e përzjedh këtë rrugë që të bëhet i keq fatkeqësisht. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ndajt me gruan e tij Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Erdhi njëri me kërku leje me hyrë tek pejgamberi alayhi salatu wasallam që të takohet me të. Muhamedi alayhi salam e tha një fjalë të pazakonshme. Nuk e kishte zakon kështu me thonë, por ja kësaj radhe e tha me arsye dhe me vend. Çka tha i dërguari jon? Tha, japni leje, ama ball burri lig është. Tha, japni leje me iletin, ama burri lig është. Nuk ka burri mirë. Njëri keq është. Nëse hynja një tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi alayhi sallam po flet me të, muhabet relaksum, nganjëherë po i buzëqesh, Aisha po çuditet. S'ka mundësi me lidh mes fjalës burri lig, edhe kështu pejgamberi sa më usil me të. S'kuptonte çka po ndodh. Kur shkoi njëri, Aisha tha ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ti tha për fjalën burri lig, tani me të usil se si me kon burri mirë. Çka ndodhi?
Dëgjoni çka na mëson pejgamberi alayhis. Kush është i keq, edhe çu duhet më rujt për njerit keq. Muhamedi sa më tha, njeri më i keq ditë gjykimit, që ka më i keq, nga më të këqit, ditë gjykimit është ai i cili njerëzit largohen prej tij duke rrit nga e keqja e tij. Në s'kan që me pas punë me te. Largimi nuk ka veç distancë fizike, po largohesh nga diskutimet, muhabetet e caktuar me te, sillesh me te formalisht që më rujt nga gjuha e tij, nga se ka gjuhën e keqe. Andaj pejgamberi sa është si mirë me te, pse ndoshta një sjellje pak sipas tij e mirë, ai ja kishte në fjalë të keqe pejgamberi sa e kish psu vet. E para dhe e dyta, tha pejgamberi sa këtë fjalë s'është i keq, e pastaj u sill mirë me te, që të keni kujdes qëse unë me të sillna kështu ama me juve ka mundësi, ju rënë me fjalë. Pa e të keni kujdes se ky nuk është njeri mirë. Unë po sillem me të mirë, për shkak se unë di mos sill me të mirë. Ama ju të keni kujdes, nga se juve ju thot fjalën e rënë. Ky është njeri i keq. Që kur thon me të në siklet, menzi pret më kry muhabeti. Menzi pret më kry neja. Pse? Për faktin se gjuhën e ka tronë, fjalët i ka tronë, ofendimet i ka tronë. Duhet më ruaj gjithmonë në vijë. Mos po thuaj diçka, mos po thot diçka, mos po tensionohet. Andaj kjo çështje me këtë lloj raporti realisht është i vështirë. E në veçantë se për shembull ka të bëjë me njëri të afërt. Para mendoni për shembull të ndërlozur nëse kësi komunikimi kaq të tensionuar e kanë bashkëtorët me zveti. Kur gruaja duhet më kujdes për çdo lëvizje, për çdo veprim, gjithçka tjetër në vijë nga se fjalët e burrit janë shumë trona, ofendimet janë shumë trona, pastaj. Gjuha është shumë e rëndë. Ky është burri i keq. Po edhe nga ana e gruas mund të jetë që ashtu që burri tenton t'i bën gjitha në vit, munduhet të jetë preciz, të jetë korrekt, por mjafton një shkelje që gruaja t'ia përmbys gjitha me fjalë trona. Këta nuk janë njerëz të mirë. Mund të jetë njëri në punë dikun, mund të jetë në detyrë dikun. I keq në gjuhën e tij. I keq në shfrytëzimin e pozitës dhe hapësirës që ka. Prandaj, nëse ka hapësirë, ka pozitë, e keq përdor për t'u hakmar njerëzve, për t'u sill keq me ta, për t'i dëmtu njerëzit, që është më i keqi. Që është më i keqi ta pejgamberi alayhis salatu wassalam. A ka hala njerëz të këqij, po ka shumë fatkeqësisht. Kush është hala i keq? Pejgamberi alayhis sallam tha në një hadith tjetër se njeri më i keq është ai i cili i merr fjalët e këtyne e ja u dërgon këtyne. E fjalët e këtyne ja u dërgon këtyne. Do në detyra ti qka është me bajt fjalë. Thanë për ty, që shtu falshin. E ku shkën të këta pastaj, qka ndodhë? Ja u përcil fjalët e këtyne, që fatkeqësisht me i acaru njerëzit, që me i majtë njerëzit gjithmonë tensione. Ai me koni i mirë me dy palët, e dy palët me koni keq me zveti. Ai me koni mirë me krejt, ama ta krejt mos me koni mirë me zveti. Që është njëri me i keq? Njëri me i mirë është ai cili i bën tjetë me koni mirë me zveti. E jo e bën vetën mirë me tjerë për shkak të interesit, e tjetë i acaran e i fut në konflikt me zvete. I keq o kë. Ai i cili i acaran njerëzit, shkakton përçarje mes njerëzve, ai i cili shkakton tensione mes njerëzve, nuk është burr i mirë. Njëri keq. Për shkak se përçarja mes njerëzve, tensionet mes njerëzve, fjalët e këqija mes njerëzve, janë tendencë e shejtanit për me shkaktu konflikte mes njerëzve. Për të arsye Allahu na mësoi duke thënë: "Wa qulu lin-nasi husna." Njerëzve gjithmonë flisni fjalë të mira. Njerëzve, kushdo qoftë ata, besimtar, jo besimtar, kushdo qoftë, i afërt, i largët, i joti, i huaji, fol mirë. Fol mirë ose hesht. Ç'ky është i miri? E për këtë duhet fol gjerësisht. Ama i keqë kush është? I cili në të jashtëmën duket që po flet mirë, po në brendshmën e ka helm, acaron mes njerëzve, mes familjarëve, mes akrebave, mes kojshive, mes xhamatit, mes popullit. Fatkeqësisht acaron situata, tensionon, barikadon njerëzit. Dhe në vend që të garanton faktor të unitetit, ai ngjall faktor të destabilitetit, të përçarjes dhe të konfliktit mes njerëzve. Shikon sa bukur pejgamberi e ka rujtur shoqërinë, duke na mësuar se ç'është duhet mos sill e jo me pas këqasje në muhabet e njerëzve. Të ndërmëzër,
në përmbyllet se kësaj hut bëni këshill që ka një dietar lidhe me këtë situatë. Kur dikush vjen edhe thot, nejta me filonin, nejta filon veni, edhe theke për ty që shtot, kur dikush thot që shtot, që shdosh musilte. Një njëri ka ardhë tek Hasan el-Basriu rahimullah. Hasan el-Basriu njëri i mëshëm, është rrit në shtëpinë e gruas së pejgamberit Ummu Salamës. Mënaj, qysh ka pas mundësi me dalë pas i edukuar, e i formuar, e i menqur, e i urt, nga se në këtë shtëpi është rrit. Hasan el-Basriu rahimahullah. Edhe njëri i tha, o imam, o hoxh, isha filën veni dhe njoni s'la sen pa thonë për ty. Cili ishte reagimi i këtij? Tha, e ma wajeda shejtanu beriden gajrek, a nuk gjet shejtani postjer tjetër posteja, atje ai që i ban postat e shejtanit? Pse ban këtë post? Pastaj e tha një fjalë shumë të madhe. Kjo që e thash është shumë e madhe, po e tha një halama të madhe. Çka është halama e madhe? Tha, ai që ta sill detet e një fjalë që ka mundësi me kon gënjeshtër, e merr pe te një fjalë që është e vërtetë. A ndodh që shtot? Po. Vjen thot ka thon filoni, nëse ai s'ka thon që shtot, nëse s'ka thon hiç, nëse ka thon po jo me këtë kuptim. Apo vjen ai e sill që s'don vetë versionin. Në këtë rast a gënjen, po gënjen, a mashtron, po mashtron. Don malli që ai ta ka sill ty është malli mashtrimit, malli gënjeshtër, është mall fals. E ti kur t'ja kthen thosh, e kum di që ai s'kom burri mirë kur. Apo e kum di që kështu, ti tash ti çka po jep, a po jep fals apo jep original? Jo pjep original, tamam fjallë, tazët, mira, vërteta, që ajtë është me shku atje. E qysh e blen njëri gënjeshtër me të vërtet? Qysh e blen njëri mashtrimin me realitet? Qysh e blen? Së ndodhë shto, dhe mos bëj viktime njerëzve të tillë. Ai që ta bjen një fjallë, mos merr prej tij jepta. Mos merr prej tij. Mos e përhapni të keqen. Mundoni me afro punë. Ose nëse mundot të ketë thonë thuj, në është ta konë nërvaz. Në është ta një me dikun së si në marrë vesh, gjeja vlau të në arsyjet, e ju me një fjalë komplet pa vërtet, ose 10% e vërtet, 90% e trilluar, të ndërtojmë qëndrime kashi njënit nga se kjo është e keqe. Edhe këta njërëtësi që realisht i atësajnë raport mes njerëzve, edhe atë pak dashni që ka met mes njerëzve, tentojnë me zbe. Edhe atë pak unitet, tentojnë me rënu. Fatkeqësisht, këta e në argat e shejtanit. Për këtë arsye tha pejgamberi, këta e njerëz më të këqij, Allahu na ruaj prej sherrit tyre. Kërkoni falje nga Allahu, nga se Allah është falës. Dhe është më shëruar se qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Të ndëruar e përmenda se ka shumë hadithe ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson kush janë njerëz të këqij. Nga se na kemi obligim me njoft mirën, po duhet me njoft edhe të keqen, jo për me vepru larg asaj, por nga ajo më u largu edhe më urujt prej saj. Me njoft të keqen, mos më na mashtru njerëzit, mos më lut me neve. Ne duhet jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm që mos të manipulohemi, e të kuptojmë kush po na lun lojën e acarimit edhe për çarës edhe konfliktit. Në çdo nivel shoqëror, familjar, xhamator, qytet, vend, shoqëror, njerëzor, në çdo nivel duhet kufizuar veprimtarinë e njerëzve të cilët kanë tendenca përçarëse në mesin e njerëzve. Edhe një hadith për fund, një udhëzim, një shkëndi nga shkëndijat e rëndësishme që ndriçojnë udhëtimin tonë në dunja e në ahiret, nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka tha pejgamberi alaihi wasallam. E pyetën i shokit i tha, kush është njëri më i keq? Kush është njëri më i keq? E pyeti tha, kush është njëri më i keq? Çka tha pejgamberi sa tha? Men tala umruhu wa sa'a amalu. Shkurt, tha ai që i zgatet jeta e i shëmtuan veprat. Çka është njëri i keq? Ai që sa më shumë rënon, veç më keq bën. E cila është e kundërta? Ai që sa më shumë rënon, veç më mirë bën. E që kjo është i miri? Një njëri cili për shembull, çdo ditë në dunja që e ka ekstra, e ka një zullëm shtum, e ka një
përqarje të shtuar, e ka një konflikt shtuar. Në sa të shtuar tjetër, sa të jep Allahu sabaha me e qel, ai u arrëson njerëzve jetën. Sa të jep Allahu xhallahu ala fry me marr, ai u nxën fry me njerëzve. Ç'kjo është më e keqi? Normal. Njëri duhet që sa ma tepër mosh të bën, sa ma i pjekur që është, sa ma i shtyrë në mosh të bëhet, ma i but, ma i mirë, ma i qetë, ma i afërt, ma produktiv, për faktin se, po shkon ka fundi, po shkon fletore ka umbyll, po shkon ka mshelet jeta, andaj duhesh me nxitu, me regjistu sa ma shumë, e jo që edhe ata pak rreshta të shkruar mirë, me nxi me punë të këqija, me fjalë të këqija. Nuk bën kështu. Besimtari duhet të jetë i vëmendshëm, i kujdesshëm, durimtar dhe i sjellshëm. Dhe çdo ditë që qen për të jetë një avancim. Besimtari shkon përpara gjithmonë. Çdo ditë është më i mirë, çdo ditë. Edhe në dije, edhe në vepra, edhe në fjalë, edhe në kontribut, edhe në raporte, edhe në sjellje, çdo ditë është më i mirë e më i mirë. E jo fatkeqësisht për do njerëz thonë ditë për ditë më i keq e më i keq. Çdo ditë më zullumçar, më zullumçar. Çdo ditë më problem, më problem. Më u fol për ty që kështu nuk ka mirë. Më u fol për dikë që kështu nuk ka mirë. Nga se tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kuptimin e asaj që përmenda, atij që Allah i jep jetë, e ai atë jetë e shfrytëzon për me janë nxit dikujt jetën, e me rëndu dikujt jetën, nuk është njëri mirë. Prandaj të ruhemi nga këto këqija. Të ruhemi nga këto cilësi që i përmendi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të bëhemi njerëz të mirë. Edhe në raport me Allahun, po në raport me njëri tjetrin. T'ja lehtësojmë njëri tjetrin, të kujdesim në fjalë, mos ta lëndojmë dikën, mos ta nënçmojmë dikën, mos ta rëndojmë dikën, mos ta komplikojmë situatën dikujt, mos të përçajmë, po të pajtojmë, mos tensionojmë, po të ulim tensione, mos të largojmë, po të afrojmë, nga se kjo është ajo që kërkon nga neve Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në çdo nivel, duke filluar nga familja, rrethi e pastaj shoqëria në përgjithësi. Allah në ruaj nga njerëz të këqij. Allah në ruaj nga njerëz të ligë. Allah në ruaj nga çdo kush i cili nuk kursen mjet, as mundësi, as hapësi për të na bërë dëm e zullum. Na ruaj Allah nga sherrja e keqja e liga e tij. Allahu xhallahu ala na mundsof që të jemi të mirë, të na udhëheqin të mirët, e të kemi shok të mirët, e të kena punë me të mirët. E kur kena punë me të këqijt, na ruaj Allahu xhallahu nga sherrri i tij, sa të kemi punë, e paqim sa më pak punë me ta. Allahu xhallahu ala na rujt vendin ton, popullin ton, sigurinë ton, lirinë ton. Kur do që tenton na e cënon këtë liri, këtë siguri, këtë vend me kurthe e mashtrime, na rujt Allah nga keqja, nga sherrri i tij. E na dhash Allahu xhallahu ala çdo ditë më mirë e më mirë. Na mundsoft Allahu xhallahu ala që sa më tepër jetojmë në dunja, të jemi më vepër mirë. Por të jemi më kontributdhënës, që ata që vinë pas neve ta kenë më lehtë, më mirë e më shtirë se që patëm ne. Që kjo është vizioni muslimanit, edhe që kjo është ajo që ajesunë në vazhdimësi. Allahu i shëroft të smurit tanë, u aletësoft Allah dhimbjet, mundimet. Allahu gjellewale u aletësoft familjarve kujdesin për ta. Allahu i mshëroft të vdekurit tanë e në bashkoft së bashkë me ta në gjennet. Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ja ejuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.